Dëgjoje tani, ja çfarë ndodh me trupin tuaj nëse hani rrush çdo ditë për një muaj. Rrushi është një nga frutat më të shëndetshëm që mund të na ofrojë natyra. Ai është i disponueshëm në shumë lloje të bardhë, të zi dhe të kuq, dhe vepron gjithashtu si një suplement natyral, veçanërisht edhe gjatë ndryshimeve sezonale. Ai është i sigurt për trupin duke i ofruar antioksidant, vitamina dhe minerale që mbështesin funksionet e duhura. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Veçanërisht gjatë periudhave të ndryshme. Por cilat janë përfitimet kryesore që do të merrni nga rrushi? Ja 5 përfitimet më të mira që do të merrni prej tij. Sipas Del Site, këto janë vlerat kryesore nga konsumi i këtij fruti. Lufton plakjen. Një nga përfitimet më të mahnitshme të këtij fruti është përmbajtja e lartë e antioksidantëve, veçanërisht rezervatroli, një përbërës i fuqishëm që lufton kështu radikalet e lira dhe plakjen e qelizave. Përveç kësaj, polifenolet e rrushi luajnë gjithashtu edhe një rol mjaft të mirë dhe të rëndësishëm, duke përfshirë antocianinet, flavonoidet dhe acidet fenolike, të cilat ndihmojnë në ngadalësimin e proceseve të plakjes, citon Del Site. Mbron shëndetin e zemrës. Rrushi është i shkëlqyer për shëndetin tuaj të zemrës. Fal përmbajtjes së lartë të antioksidantëve siç janë rezervatroli, flavonoidet, vitamina C, ai ndihmojnë gjithashtu edhe në mbrojtjen më të mirë të shëndetit të zemrës në parandalimin e këtyre komplikacioneve. Këto lëndë ushqyese do të zvogëlojnë inflamacionin dhe zvogëlojnë gjithashtu edhe rrezikun e problemeve të qarkullimit të gjakut. Këto lëndë ushqyese mbështesin shëndetin kardiovaskular. Përveç kësaj, fibrat e rrushit ndihmojnë në rregullimin e niveleve të kolesterolit duke ulur kolesterolin e keq dhe duke zvogëluar kështu edhe luhatjet e arteriosklerozës. Rrushi ndihmon edhe në tretjen e mirë. Konsumi i rregullt i rrushit mund të përmirësojë shëndetin e zorëve dhe të mbështesë gjithashtu shëndetin e tretjes së duhur. Përmbajtja e fibrave e bën atë një aleat të shkëlqyer në ruajtjen e mikrobiomës së fortë të zorëve, në nxitjen e tretjes së shëndetshme. Rrushi ndihmon në ruajtjen e funksioneve të duhura të zorëve, duke siguruar gjithashtu edhe një mburojë më të mirë për organizmin, edhe duke nxitur edhe lehtësimin e kapsllëkut, duke përmirësuar edhe mirëqenien e organizmit në shëndetin e tretjes së përgjithshme. Rrushi do të mbështesë shëndetin e syve. Rrushi është i dobishëm për shikimin për shkak të përmbajtjes së karbohidrateve, veçanërisht të luteinës dhe zeakanthinës, dy antioksidantë fuqishëm që mbrojnë retinën e syrit nga drita e rrezeve ultraviolet dhe stresi oksidativ. Konsumi i shpeshtë mund të ndihmojë në uljen e rrezikut të sëmundjeve të syve që lidhen me moshën, siç janë degenerimi makular dhe katarakti. Rrushi do të përmirësojë shëndetin tuaj të lëkurës. Fal përmbajtjes së lartë të vitaminës C dhe antioksidantëve, rrushi ndihmon lëkurën tuaj të jetë më rrezatuese. Vitamina C do të ndihmojë në prodhimin e kolagjenit, i cili është thelbësor për elasticitetin e lëkurës, ndërsa rezervatroli dhe antioksidantët e tjerë do të ndihmojnë në parandalimin e rrullave, gjithashtu edhe në komplikacionet e tyre. Përfshijeni rrushin në dietën tuaj për një lëkurë të shëndetshme dhe një organizëm më të mirë. Gjithashtu, ajo mund të ofrojë edhe përfitime të mira për organizmin. Rrushi është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për të përfshirë në dietën e personave të cilët duan të kenë edhe një shëndet më të fortë. Antioksidantët e rrushit zi përmirësojnë aftësinë e trupit në përdorimin e glukozës dhe uljen e niveleve të sheqerit në gjakë. Por më tepër, rrushi ka nivele të ulta glicemike që ndihmojnë edhe në rritjen e përfitimeve të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve kundër luhatjeve të sheqerit. Antioksidantët e rrushit luftojnë radikalet e lira të cilat shkaktojnë edhe sëmundjen e zemër. Antioksidantët e rrushit zi ndihmojnë në trajtimin e hipertensionit dhe inflamacioneve dhe mbështesin gjithashtu edhe funksionet tuaja njohëse. Shëndeti i trurit do të përmirësohet. Antioksidantët luajnë një rol në mbrojtjen e trurit kundër luhatjeve të humorit dhe humbjes së kujtesës. Shëndeti i syve do të jetë më i fortë me konsumin e rrushit. Studimet kanë treguar se njerëzit që jetojnë në mesdhe janë më pak të rrezikuar nga formimi i perdës së syrit dhe problemeve të shikimit. Ajo i atribuohet ushqimeve, sidomos konsumit të rrushit gjatë verës dhe prodhimit të tij.
Rrushi do të ofrojë përfitime të mira edhe për gjumin cilësor. Studimet tregojnë se rrushi në përgjithësi dhe ajezi në veçanti janë burime të shkëlqyera të melatoninës, element të tillë ushqyes mjaft të mirë në rritjen e vlerave të trupit. Ekspertët thonë se ngrënia e rrushit do të përmirësojë cilësinë e gjumit. Rrushi i zi mund të përdoret në sallata të frutave në kombinim me lëngje, ta hani gjithashtu me kos ose veçmas për një shëndet të mirë. Cilësojeni rrushin si një nga zgjidhjet tuaja më të mira për të ofruar trupit edhe elementet ushqyes të cilat bëjnë ndryshime thelbësore. Ekspertët e cilësojnë atë si një nga vlerat më të çmuara për organizmin. Rrushi mund të jetë një shëndet i mirë i shtuar i organizmit, ndaj edhe ekspertët sugjerojnë vazhdimisht konsumin e tij në mënyrë të rregullt. Rrushi ndikon si një tonik natyral për shëndetin tuaj, duke ofruar vitamina dhe elementet ushqyes në përmirësimin e imunitetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Nëse doni të keni një organizëm më të fortë edhe gjatë periudhës së vjeshtës ku luhatja e temperaturave është më e madhe, atëherë rrushi mund të cilësohet si një nga produktet më të shtuara në kujdesin e shëndetit, duke sjellë rezultate konkrete pozitive në rritjen e vlerave të trupit, gjithashtu edhe në parandalimin e komplikacioneve të tij. Rrushi do të mbrojë nga keqtretja e stomakut, nga temperatura, nga problemet e mëlçisë, hemoroidet, gangrenat, radikalet e lira, gjithashtu edhe kundër një sër komplikacionesh të ngjashme. Edhe pse ekzistojnë lloje të ndryshme të rrushit, shumica e konsumit të tij është i njohur nga rrushi i bardhë ose i zi. Rrushi i zi do të duhet të hahet sa më shpesh për shkak të kaliumit, manganit, vitaminës C, vitaminës B1, vitaminës B2, mirëpo edhe për shkak se është i pasur edhe me fibra bimore, gjithashtu me kalcium me hekur edhe me element të tjerë ushqyes. Lëvorja e kokrave të rrushit ka një rëndësi mjaft të madhe. Madje është e dobishme për mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj sigurohuni që rrushin ta keni pjesë të pandarë të dietave tuaja. Ai përmban polifenole, antioksidant, katekina dhe quercetin. Këta antioksidant mbrojnë organizmin kundër radikaleve të lira dhe ruajnë gjithashtu shëndetin e enëve të gjakut, duke sjellë rezultate të kënaqshme edhe për organizmin tuaj. Duke konsumuar rrush vazhdimisht në dietën tuaj, do të keni një përqindje më të mirë ushqyese edhe për mbrojtjen e shëndetit. Rrushi i zi mendohet se ndihmon shumë organizmin për të pastruar edhe nga helmet. Rrushi mund të këshillohet edhe të shtohet në dietën tuaj edhe për të ndihmuar kundër problemeve të kapslëkut dhe problemeve të tretjes. Ndaj sigurohuni që ta keni pjesë të pandarë në konsumin e përditshëm. Duke ditur rëndësinë e madhe ushqyese që ai ka në organizëm, do t'i cilësohet një nga mbrojtësit më të mëdhenj të shëndetit. Edhe rrushi i bardhë është i ngjashëm me atë të ziun. Përmban gjithashtu edhe vlera të shtuara të fenoleve, po ashtu edhe mund të ndikojë pozitivisht për rritjen e vlerave të trupit. Lëngu i rrushit të bardhë është i papërshtatshëm për të vegjëlit, por gjithashtu duhet të konsumohet brenda normës nga të rriturit. Ngjyrat dalluese të rrushit janë të ndryshme, por ato do të ofrojnë edhe një mbrojtje të energjive të trupit. Rrushi i zi është i mbushur me antioksidantë të fuqishëm, të cilët mund të shkojnë nëpërtej asaj që gjenden të lloji jeshil ose i kuq. Antioksidantët luajnë një rol vendimtar në mbrojtjen e qelizave tuaja nga dëmtimi dhe lëftimi i sëmundjeve. Gjithashtu, rrushi do të përmirësojë edhe shëndetin tuaj të flokëve, duke parandaluar edhe dëmtimin e tyre. Rrushi i zi sjell dobi për flokun tuaj, sidomos edhe mund të nxjisë edhe rritjen e tyre. Antioksidantët tek rrushi ndihmojnë në mbrojtjen e gjendrave të flokut nga stresi oksidativ dhe rrisin gjithashtu përfitimet e trupit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Sigurohuni që rrushin ta keni pjesë të pandarë të dietave tuaja, duke ditur edhe rëndësinë e madhe ushqyese që bart për organizmin. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprakin ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë e tu.